Prokuroria e Përgjithshme ka publikuar numrin e kallëzimeve dhe procedimeve penale të regjistruara në prokuroritë në lidhje me veprat penale për zgjedhjet e 11 majit dhe fushatën elektorale. Prokuroria e Përgjithshme njofton se deri tani janë bërë 44 kallëzime penale që kanë të bëjnë me krime zgjedhore. Nga këto 9 prej regjistrimeve janë bërë nga Prokuroria e Posaçme, 19 prej policisë gjyqësore apo policisë së shtetit, 2 nga qytetarët, 6 nga partitë politike dhe 8 të tjera të nisura kryesisht. Sipas organit qendror të akuzës, 5 kallëzime janë regjistruar në Prokurorinë e Fierit, 3 në Sarandë, 2 në Durrës, 7 në Tiranë, 2 në Gjirokastër, 3 në Kukës, 3 në Lezhë, 9 në Dibër, 2 në Vlorë, 1 në Korçë, 2 në Shkodër dhe 5 në Prokurorinë e Elbasanit. Ndërkohë, janë dërguar për kompetencë Prokurorisë së Posaçme, 1 kallëzim nga Prokuroria e Durrës dhe 1 procedim penal nga Prokuroria e Fier. Ndërkohë, kallëzimet e tjera janë në fazë verifikimi, njofton zyrtarisht Prokuroria e Përgjithshme. Ajo që vjet re qartazi nga këto statistika është se Dibra, Tirana, Fieri dhe Elbasani janë qarqet më të nxehta sa i takon mundësisë për krime zgjedhore. Praktikisht nëse do të ndiqet ky trend, këto 4 qarqe janë edhe më problematikët në këtë drejtim.